Nga Skënderbeu te ngritja e flamurit. Ja çfarë ndodhi në pak minuta histori që vetëm ju ta kuptoni, por dhe fëmijët tuaj, sepse nëse janë si unë dhe kanë pasur në atë mënyrë se si na mëson historinë në Shqipërisë nëpër libra, atëherë ata s'mbaj mend asgjë se çfarë ka ndodhur. Ju e njihni Skënderbeun. Sigurisht që e njihni. Ndoshta e keni parë në shishën e Rakis, sepse ne shqiptarët duam ta bëjmë trashëgimin ton të pishëm. Ai është ylli çdo filmi aksioni që mund të shihni në epokën para Netflixit. Viti është 1405. Ata morën Gjergjin e vogël si peng, e çuan në shkollën e ushtrisë dhe bën ushtar. Ndodh një betejë e madhe në Nish. Osmanët po humnin. Të gjithë futën në panik. Gjergji thot: "Ka ardhur koha ime të iki." Ai bëri mashtrimin më të madh të historisë mesjetare. Ai falsifikoi një letër nga sultani, si një dokument që sot do ta quanim fake apo të manipuluar, kur urdhëroi komandanti Kalas së Kryes: "Jepni këtij njeriu kontrollin e plot." Gjergji merr kryën, shkëputi flamurin Osman, ngriti flamurin e tij me shqiponjë 2 krenare, ai mblodhi princa shqiptar. E ke parasysh si është të bashkosh shqiptarët? Imagjino të bësh një darkë familjare ku gjithë kushërinë bien dakord për çdo gjë, nga politika te recetat ushqimi. Ishte shumë e vështirë. Ai u premtoi: "Bashkë do të luftojmë për atë dheun, do të shpëtojmë tokat tona." Dhe kështu nisi lufta për 25 vjet pa u ndalur. Edhe sultan Mehmed Fatihu, pushtuesi i Konstantinopojës, i ke parasysh ai famshmi, u përpoq tamposhte dhe dështoi. Skënderbeu dhe ushtria e tij, me numër shumë më të vogël se armiku, vazhdimisht fitonin. Ai nuk luftonte në fushë të hapur si osmanët. Ai përdorte malet, bënte prita dhe ishte i shpejt dhe i paparashikueshëm. Kjo quhet luftë gerile. Në vitin 1468, Skënderbeu vdes, por jo në betejë, por nga malaria. Kjo trashëgimi jetoi gjatë 400 viteve të sundimit osman si një kod i fshehtë në zemrat e shqiptarëve. Kjo nuk ishte një humbje totale. Kjo ishte një ndërprerje e gjatë si një stand-by mode i kompjuterit. A i dini pse ne shqiptarët nuk u asimiluam kurrë plotësisht gjatë 400 viteve? Ne mbrojtëm gjuhën tonë me fanatizëm, si fjalë kalimi më të rëndësishëm të bankës tuaj. Kujtimi i Skënderbeut ishte motivi ynë më i fuqishëm që thoshte: "Ne kemi qenë të lirë dhe do të jemi sërish të lirë." Në fund të shekullit 19, ne filluam të zgjoheshim. Kjo quhet rilindja kombëtare. Patriotët tanë filluan të bënin shkolla në gjuhën shqipe, shpesh në fshehtësi, si hackers që thyejmë sistemin. Figura si Naim Frashëri, Sami Frashi, Jani Vreto dhe shumë të tjerë shkruan, botuan dhe dhanë gjithçka për të mbajtur ndezur flakën. Ismail Qemali, njeriu që finalizoi transaksionin në 1912. Në fillim të shekullit 20, Perandoria Osmane ishte si një kompani që po falimentonte në prag të shpërbërjes. Imagjinoni Ismail Qemali duke dërguar një email urgjent në të gjithë princat, patriotët dhe kretët shqiptarë, duke vënë si titull emaili: "Liria, time sensitive, përgjigjuni as soon as possible." Ai udhëtoi nëpër Evropë, loboi, negociatoi dhe siguroi mbështetje për kauzën shqiptare. Më 28 nëntor 1912, në Vlorë, ai bëri atë që Skënderbeu 500 vite më parë filloi. Pasi mblodhi delegatët nga të gjithë treva shqiptare, shpalli pavarësinë. Ai ngriti flamurin e kastriotëve, jo një flamur të ri, por flamurin e Skënderbeut, si një lidhje pa dukshme por e fuqishme midis 2 epokave. Ishte si të instalosh një update të shumë pritur pas 500 vjetësh, duke rregulluar të gjithë baget historike në kompjuterin tuaj. Skënderbeu na dha shpirtin, duke luftuar e duke na treguar që jemi të pathyeshëm. Ismail Qemali na dha shtetin, duke bërë ëndrrën shekullore të vërtet, me ligj, me institucione dhe me flamur të ngritur krenar. Ata të dy janë 2 shtyllat e identitetit ton shqiptar, që na tregojnë rrugën nga thellësia e mesjetës deri në ditët e sotme. Nga lufta gerile e Skënderbeut në malet tona, te penat e zjarrta të rilindjes dhe deri te shpallja e pavarësisë e Ismail Qemalit, ne jemi popull që nuk dorëzohet kurrë. Në ditën e pavarësisë mbani mend: jeni trashëgimtar të një populli që e la historinë në gojë të tjerëve, jo duke u dorëzuar, por duke sfiduar. Prandaj, gëzuar 28 nëntorin, dhe nëse shikoni këtë video mbas 1 viti, 2 viti, 5 viti, është i njëjti mesazh, e njëjta histori. Dhe shpresoj që këtë mesazh ta ndani të gjithë, me të gjithë fëmijët, kushërinë, kush ju mendoni që duhet të mësoj dhe rikujtoj pak për historinë shqiptare. Dhe bëheni për flamurin, për lirinë, për Shqipërinë, për ju.